4 finalistët e Big Brother VIP 4, Rozana Radi, Laert Vasili, Besart Kelmenti dhe Egli Tako, po shijojnë momentet e fundit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Edhe pse kanë ngelur vetëm 2 ditë nga finalja e madhe, ditën e sotme Gjesti dhe Rozana kanë patur një bisedë që ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Kjo pasi këngëtari foli për herë të parë më hapur për ish partneren e tij Xheneta Fetahu. Në diskutimin e zhvilluar ditën e sotme, Gjesi u shpreh qartë se nuk ka asnjë lidhje me të dhe nuk dëshiron të ketë kontakt pas daljes nga programi. As syt nuk dua t'ja shoh hiç, tha ai me vendosmëri, ndërsa Rozana i kujtoi mundësinë që ajo mund të kërkojë kontakt. Por Gjesti shtoi: "Nuk ka kërkim këtu, kërkimi nuk ka. Nuk mundet që të kërkoj kontakt." I pyetur nga Rozana për kozgjatjen e marrëdhënies me Xhenetën, ai tregoi: "Gati 3 muaj, edhe më vjen mirë shumë, faleminderit për çdo gjë që ka bërë. Inshallah ja çel rrugët Zoti, e ruajt Zoti. Inshallah është gjithmonë e lumtur, nuk dua të kem punë me të."